Doja të të pyesja i dashur Bedri, cili është mesazhi që merr Republika e Serbisë nga ky intensifikim i jashtëzakonshëm i raporteve mes Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Kosovës në dimensionin e sigurisë dhe mbi të gjitha në dimensionin ushtarak? Thënë të drejtën, asnjëherë më parë nuk ka qenë kaq e qartë SBA-ja sa i përket ruajtjes së interesave të saj në jashtë territorit të SBA-ve, përfshi Ballkanin, dhe në këtë rast mesazhi është shumë konkret dhe shumë i qartë, që në rast se Serbia do të tentojë të eskalojë situatën e sigurisë, SBA-ja është e përcaktuar saktësisht për të marrë veprimet të saj të duhura, dhe jam i bindur që tani Serbia do të angazhohet në çështjet që kanë të bëjnë me kërkesat e normalizimit të marrëdhënieve, do të besoj do të zbatohet ai projekti i presidentit Trump në Trumpin për marrëdhënie ekonomike. Ju kujtohet që ishte angazhuar një fond në Washington, një fond rreth 4 miliard dollar që do të përfitonin 2 shtetet nga 2 miliard për zbatimin e programit të paqes, i cili kishte për qëllim angazhimin e 2 vendeve në çështjet e ekonomisë, formati që ishte bërë mes Gjermanisë dhe Francës para ndërtimit të Bashkimit Evropian. Në këtë projekt realisht do të përfitojnë 2 vendet dhe do të ketë programe që do të lidhin popujt në mënyrë që të shkutet nga ndikimi i politikave dhe ndikimeve jashtë Serbisë. Ne e dimi që Serbia ka ndikimet e saj të Rusisë dhe të partnerëve të saj, dhe SBA-ja përmes formave dhe administrata Trump përmes formave ekonomike po dëshiron që të largoj, mund të themi, vëmendjen e qytetarëve në angazhimin politik dhe të ngrisë interesat një drejt për drejt kompanive dhe kështu të sforcoj lidhjen e pushtetit në Serbi me qytetarë dhe ndërmarrësi dhe të ushtrohet presioni publik dhe qytetarë në drejtim të administratës së Serbisë. Realisht janë projekte inteligjente që i shmangën konflikteve dhe burime të reja të sigurisë në përgjithësi. SBA-ja ka dhe një qëllim tjetër që është shumë e rëndësishme që duhet ta përmendim. Dëshiron që të kemi një marrëdhënie të mirë me Serbinë për arsye të liçenit të Ojmanit, sepse SBA do të barkojnë Kosovë me projektin ekonomik për çështën e energjisë. Gazi të ngjillit i Kosovës do shndrohet në gaz dhe nga ajo formë do të prodhohet energjia elektrike, e cila është njëra ndër kërkesat më të mëdha ekonomike tani në botë dhe njëra ndër ndikues kryesor, impakti kryesor në botë sa i përket çështës së ndërmarrësisë. SBA-ja dëshiron që Ojmani të jetë një strukturë që nuk goditet politikisht dhe nuk ka probleme mes 2 shteteve, në mënyrë që ky liçej të shërbej reaktorëve që prodhojnë energji për ftuarjen e tyre. Dini që pa Ojmanin e vështirë që të prodhohet energji Kosovë, sepse nuk bëhet ftoja e reaktorëve të cilët të shndrohen me energji elektrike, dhe prandaj Kosova dhe Serbia ka nevojë që të mbyllin problemet që kanë. Do të kemi një njëjë, unë besoj që para përfundimit të mandatit të presidentit Trump, ndoshta një vit para përfundimit të mandatit, do të kemi një njëjë gjendjes faktike të Serbisë dhe ndonjëherë Kosovën, kështu do të mbyllet besoj edhe problemi i cili ka të bëjë me sigurinë. Ajo që duhet përmendën ekskluzive është se SBA-ja duket që është duke shkuar mirë edhe rreth ndërtimit të një degë të bazës amerikane në Kosovë në nishtë të Serbisë, e cila do të garanton largimin e inteligjencës serbe, e cila është instaluar një kohë gjatë dhe po pengon politikanë dhe struktura në Serbi, të cilët realisht janë të interesuar të shputen nga ndikimi i qasjeve të Rusisë për destabilizimin e Ballkanit dhe për ta kërcënuar Evropën, por që Serbia të organizohet si një vend i cili nuk do të ketë problem në të ardhmen, sepse vërtet do të ballafaqohet me çështje serioze, sidomos me problemin e Vojvodinës dhe në Sanxhakut apo për pjesët e komunitetit bosnjak në territorin e Serbisë.